tash e 5 vjet po përballen me procese gjyqësore. 4 SHA-UÇK-s përgjatë kësaj kohe një problem e pati edhe me rrezikun për ta humbur mbrojtjen për shkak të mungesës së fondeve. Amerikani Gregory Kehoe, i cili ishte në pozitën e kryembrojtësit të ish-presidentit Hashim Thaçi, u tërhoq në janar të vitit të kaluar. Një rrezik i tillë ekzistonte edhe për kroatin Luka Mišetić. Kjo u tha edhe nga Fondacioni për mbrojtjen juridike të Thaçit, i cili ishte drejtuar me kërkesë urgjente qeverisë e Ministrisë së Drejtësisë. Ekipin mbrojtës të ish-presidentit Thaçi e ka vënë në situatë të pamundësisë objektive për të kryer funksionin e tij, sepse në mungesë të mjeteve financiare, jo vetëm që i është larguar njëri prej avokatëve kryesor, por edhe aktualisht avokati kryesor i angazhuar ka paralajmëruar se do të mund të largohet në periudhën e ardhshme. Qeveria, të cilës i u kërkua ndihmë, nuk pati idenë për një gjë të tillë. Nuk di që kam pranuar një kërkesë tillë. E dikush tjetër u mburr për shumën e dhënë, donse pa mjaftueshme. 32 miliona euro Ministria e Drejtësisë tashmë i ka dhënë për mbrojtjen e personave që po qëndrojnë në Hag. Nga fondacioni thanë se këto mjete nuk kryen punë, duke ditur numrin e madh të njerëzve që punojnë. Brenda 2 viteve të fundit i kemi bërë 2 kërkesa. Herën e parë na është thënë se buxheti tashmë ishte, ndërsa herën e dytë na kanë refuzuar sërish dhe për shkak se ky buxhet nuk ka mjaftuar, janë larguar avokatët më të mirë. Detaje rreth kësaj klani ka kërkuar sërish nga Ministria e Drejtësisë, por anise kanë kaluar 5 ditë përgjigje nuk mori. Po për shkak të financave, edhe mbrojtësi kryesori i Kadri Veselit, Ben Emerson, është tërhequr nga rasti më i madh i speciales në gusht të 2024-s. Përkundër kësaj, puna e madhe e ekipeve është bërë vazhdimisht, ku disa nga ta e kanë bërë pa pagesë deri në 18 orë në ditë. Krejt kjo për ta bërë gati rastin e mbrojtjes që nisi në shtator.